Si Rotary Club Elbasan dhe Distrikti Rotarian Shqipëri-Kosovë, jo vetëm për të promovuar rëndësinë e aktivitetit fizik dhe të shëndetit, por dhe për të dhënë një mesazh solidariteti dhe angazhimi për moton ton një botë pa polio. Poliomeliti vazhdon të ngelet një rrezik për shëndetin global dhe organizata ndërkombëtare Rotary International ka që nga viti 1985 që lufton për eliminimin e plot të poliomelitit nga gjithë bota. Në bashkëpunim me UNICEF-in dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë, prej shumë vitesh është bërë e mundur eliminimi i rasteve deri në 99% dhe është shpëtuar jeta e mbi 19 milion njerëzve në të gjithë botën. Por duke qenë që kjo sëmundje vazhdon dhe ekziston edhe pse në një përqindje shumë të vogël, por dihet rrezikshmëria e saj në përhapje, ne vazhdojmë të luftojmë për një botë pa polio, logoja jon End Polio Now, sepse të gjithë bashkë mund t'ja dalim. Suksese maratonës Skampa 2024 nga Rotary Club Elbasan dhe Distrikti Rotarian Shqipëri-Kosovë. Çmim nga Rotary Club Elbasan për vendin e parë. Dua të ftoj gjithashtu zonjën Monika Jotash nga Rotary Club Elbasan për të dhënë edhe ajo çmimin për vendin e parë. Zonja Monika Jotash, Presidente e Rotary Club Elbasan. One day I watch you eat the words you say. I can smell her.